Janar është muaj i ndërgjegjësimit për kancerin e qafës së mitrës. Që Shqipëria, në krahasim me vendet e tjera, është shumë mbrapa dhe ka akoma shumë punë për të bërë. Kur themi Shqipëria është shumë mbrapa, çfarë, meqense e bëre hyrjen kështu, çfarë kemi parasysh? Atëherë, nëse do e krahasojmë me vendet e tjera, për shembull Australia, Zelanda, vendet nordike, shumë vende të tjera europiane si Austria, zëri se e kanë në eliminim, në zhdukje, diagnozën kancer të qafës së mitrës. Pra nuk ka më grua që shtrohet në pavionin e ginekologjisë apo të onkologjisë për këtë diagnozë. Po e zhdukin, dhe ky është fokusi dhe pak vite mendoj në 2030 ja arrin qëllimit. Kanë arritur në stadin e parandalimit. Në eliminim, nuk ekziston më diagnozë. Pra kancer të qafës së mitrës nuk ekziston më si diagnozë. Pse? Sepse kanë futur politikat e parandalimit nëpërmjet pap testit, tipizimit të HPV-s dhe vaksinës si tek vajzat në moshën e pubertetit, ashtu edhe tek djemt. Nëpërmjet këtyre masave që ata kanë marrë, sot kancer qafës së mitrës kapet në lezione shumë fillestare, në lezione prekancerogjene, ku ne akoma nuk i shikojmë me sy të lirë, por i kapim vetëm me pap test apo me kolposkopi, dhe kështu kjo grua nuk ka pse të hiqet qafa e mitrës apo të jetë në betejë me jetën për diagnozën kancer qafës së mitrës. Ndërsa kthehemi në Shqipëri, akoma ti ke gra që shkojnë 40 vjeç, që kanë kaluar disa herë tek mjeku ginekolog, që mund të kenë bërë 2-3 lindje me mjekun e vet ginekolog, dhe nuk kanë bërë një pap test.